Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan marrëveshjen me Ukrainën për shfrytëzimin e përbashkët të burimeve të saj energjetike dhe minerale. Pas muajsh negociatash të tensionuara të dy vendet kanë rënë dakord të krijojnë një fond investimi rindërtimi për të nxitur rimëkëmjen ekonomike të Ukrainës nga lufta e saj me Rusinë, raporton BBC. Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, ka thënë se kjo tregon se të dyja palët janë të përkushtuara për paqen dhe për begatinë e qëndrueshme në Ukrainë. Për Kievin marrëveshja shihet si thelbësore për marrjen e ndihmës ushtarake të SBA-s. Ukraina besohet se ka rezerva të mëdha të mineraleve kritike si grafiti, titani dhe litiumi. Ato janë shumë të kërkuara për shkak të përdorimit të tyre në energjinë rinovueshme, aplikimet ushtarake dhe infrastrukturë industriale. Presidenti i Ukrainës ka bërë thirrje përsëri për sanksione më të ashpra kundër Rusisë. Volodymyr Zelenski pretendon se Moska vazhdon të ignorojë propozimin e SBA-s për një armëpushim të plotë dhe pa kushtozuar. Pasi dënoi sulmet e fundit të dronëve rus, Zelenski tha se kishin kaluar tashmë 50 ditë që kur Washingtoni paraqiti një plan paqeje. Për më shumë se 50 ditë, Rusia ka injoruar propozimin amerikan për një armëpushim të plotë dhe të pakushtëzuar, tha Zelenski. Vladimir Putin propozoi një armëpushim 3 ditor javën e ardhshme, por hodhi poshtë sugjerimit për një zgjatje dhe nuk ka rënë dakord me propozimin e Trumpit për një armëpushim të menjëhershëm dhe të pakushtëzuar, shkruan Sky News. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se partneriteti ekonomik i sapo firmosur me Ukrainën për të zhvilluar burimet e saj natyrore mund të shërbejë si garanci e sigurisë për Kievin derisa mbrohet nga lufta e Rusisë. Trump tha se i ka thënë presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski në prag të funeralit të Papa Franceskut se do të ishte një gjë shumë e mirë nëse do të mund të prodhojmë një marrëveshje që ju ta nënshkruani atë sepse Rusia është shumë e madhe dhe shumë e fortë. I pyetur nëse marrëveshja do ta pengojë presidenti rus Vladimir Putin, Trump tha se mund, por pohoi se nxitja e tij për të rënë dakord për paktin ishte të rikuperojë koston e ndihmës ekonomike ushtarake të ofruar më parë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës reagojnë pas propozimit të udhëheqësit Kremlinit Vladimir Putin për një armëpushim të planifikuar për të përkuar me ditën e fitores. Zëdhënësia e presidentit të SBA-s, Caroline Levy, tha se Trump dëshiron një armëpushim të përhershëm. Presidenti e ka bërë të qartë se dëshiron të shohë së pari një armëpushim për të ndaluar vrasjet, për të ndaluar gjakderdhjen, tha Caroline Levy. Zëdhënësia e Shtëpisë së Bardhë informoi se ndërsa Trump mbetet optimist se mund të arrihet një marrëveshje, ai gjithashtu po tregohet realist dhe të dy udhëheqësit duhet të ulen në tryezë për të negociuar një rrugdalje nga kjo situatë. Rusia thotë se është e gatshme për të angazhuar negociata të drejtë për drejta me Ukrainën. Megjithatë, ajo tha se njohja ndërkombëtare e kontrollit të saj mbi 5 rajonit të Ukrainës përfshi Krimen është imperative për zgjidhjen e konfliktit. Ne mbetemi të hapur për negociata, por topi nuk është në fushën tonë. Kievi nuk ka treguar gatishmëri për negociata deri më sot, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në një intervistë për të përditshmen braziliane O Globo. Mbretët erdhën pasi presidenti i SBA-s Donald Trump i kërkoi Rusisë të bindet dakord për një armëpushim dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski mund të konsiderojë heqjen dorë nga Krimea si pjesë e një zgjidhje. Një ide që Zelenski ka hedhur më herët poshtë. Lavrov përsëriti qëndrimin e Moskës se Ukraina nuk mund të bashkohet me NATO-n dhe duhet të riafirmojë statusin e saj neutral dhe të paangazhuar. Varshava mohon informacionet për një zvogëlim të pranisë së tyre ushtarake në Poloni dhe vende të tjera në krahun lindor të NATO-s. Në intervistë për Euronews, presidenti polak Andrzej Duda ripohoi se trupat amerikane mbeten një pjesë e qëndrueshme e infrastrukturës mbrojtëse të Polonisë dhe se prania e tyre nuk po dobësohet, por po evolon. Ka disa mijëra ushtarë amerikanë në territorin tonë gjatë kësaj kohe, rreth 10.000, dhe ky bashkëpunim është i ngushtë, i vazhdueshëm dhe po forcohet, ndaj nuk kam dyshime të tilla, tha Duda. Ai garantoi se do ta bindë presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ketë sa më shumë nga këto njësi amerikane këtu në mënyrë që të garantojnë sigurinë në një mas edhe më të madhe. Andaj Duda është i qartë në këndvështrimin e tij se krahu lindor i NATO-s nuk po dobësohet, por po i nështrohet rregullimeve rutinë. Presidenti rus Vladimir Putin shpalli një armëpushim 3 ditor në Ukrainë që do të hyjë në fuqi më 8 maj dhe do të zgjasë deri më 11 maj duke përkuar me festimet e fitores së Rusisë në luftën e dytë botërore. Sipas Kremlinit, vendimi është marrë bazuar në konsiderata humanitare duke shtuar se pala ukrainase duhet ta ndjekë të shembull, ndërsa paralajmëroi se në rast shkeljesh, forcat armatosura të Rusisë do të reagojnë në mënyrë adekuate dhe efektive. Në Washington, shtëpia e bardhë konfirmoi se presidenti Donald Trump dëshiron një armëpushim të përhershëm. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski akuzon Rusinë se po përpiqet të manipulojë opinionin publik. Nëpërmjet një videomesazhi, Zelenski tha se kërkesa e Putinit që të ketë armëpushim deri më 8 maj është mashtrim, pasi ai duhet të jetë i menjëhershëm, i plotë dhe pa kushte.
Deri më sot nuk ka pasur sinjale se ushtria ruse po përgatitet për armëpushim të vërtet. Përkundrazi, pushtuesi ka rifilluar aktivitetin e zakonshëm sulmues, dhe kjo dëshmon se Rusia po përpiqet vërtet të mashtrojë botën, të mashtrojë Amerikën dhe të tjerët, dhe ta zgjasë më tej këtë luftë, deklaroi Volodymyr Zelenski, presidenti i Ukrainës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi emërimin e Mike Waltz për të shërbyer si ambasador në KB, duke e kaluar atë nga roli i tij si këshilltar për sigurinë kombëtare. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tani do të shërbejë si këshilltar për sigurinë kombëtare, tha Trump. Mike Waltz ka punuar shumë për të vënë interesat e kombit tonë në radhë të parë. E di që ai do të bëjë të njëjtën gjë në rolin e tij të ri. Ndërkohë sekretari i Shtetit Marco Rubio do të shërbejë si këshilltar për sigurinë kombëtare, ndërsa do vazhdoj udhëheqjen e tij të fortë në Departamentin e Shtetit, shkroi Trump në rrjetin Truth Social. U zotua se do të mposhtë Shtetet e Bashkuara sa i përket tarifave tregtare të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump, pasi fitoi zgjedhjet në Kanada duke udhëhequr partinë e tij liberale edhe për një mandat në qeverisje. Mbretëria e Bashkuar ka uruar Kernin për fitoren, ndërkaq shefi i Bashkimit Evropian tha se bloku do të punojë me të për të mbrojtur vlerat tona të përbashkëta demokratike. Do të punojë për një tregti të lirë dhe të ndershme. Pas fushatës zgjedhore, të dominuar nga tarifat e vendosura nga Trumpi, Kerni premtoi se do të udhëheqë një rrugë të re përpara në botën që argumentoi se kishte ndryshuar thelbësisht për shkak të tarifave tregtare. Kaos dhe vjedhje ishin pasojat e ndërprerjes së energjisë elektrike në disa zona në Europë. Rreth një orë pas ndërprerjes së energjisë në Spanjë, Google Maps tregoi nivele zonash të kuqe të trafikut në rrugë të gjata të rrugëve kryesore në disa qytete. Shumë kompani vendosën të dërgojnë punojësit e tyre në shtëpi për shkak të pamundësisë për të vazhduar ditën e tyre të punës. Krahas asaj, u raportua për plaçkitje kryesisht në supermarkete dhe bizneset me hapësira dhe frekuentim të madh. Vjedhje masive në supermarkete dhe disa dyqane u raportuan si pasojë e errësirës dhe kaosit krijuar. Ndërprerjet e energjisë ushtri në Portugali, Francë të gjithë Spanjën, Andorrën dhe vende të tjera të botës. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.